Nuk duhet të hani kurrë sheg nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Një nga arsyet pse vjeshta është e bukur janë shegët. Shegët kanë përfitimet e tyre dhe konsumi i tyre mund të japë shumë përfitime, por në disa raste, sipas Healthy Site, nuk këshillohet të konsumoni këtë frut. Në rast se vuani nga tensioni i ulët i gjakut, lëngu i shegës mund të ulë më shumë tensionin e gjakut dhe kështu mund të rrisë rrezikun për personat që kanë tension të ulët. Në rast se keni alergji ndaj bimëve, nuk duhet të konsumoni sheg. Duhet të tregoni kujdes pas një pjesë e personave që kanë alergji ndaj bimëve janë alergjike edhe ndaj shegëve. Në rast se do të kryeni një ndërhyrje kirurgjikale, shega nuk duhet të konsumohet. Siç e thamë edhe më herët, shegët ndikojnë te tensioni i gjakut. Kjo gjë mund të ketë pasoja negative të kontrollit tensioni, gjë që mund të ketë edhe pasoja. Nëse keni probleme me tretjen, tregoni të kujdesshëm me konsumin e shegëve, pasi mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj.